Këshilla brillante të filozofit të mirënjohur kinez dhe botëror Konfucit, të cilat u kanë rezistuar shekujve. Citojmë disa prej tyre. Pjesa e parë. Urtësinë mund të mësoj me 3 mënyra. Së pari, përmes reflektimit, që është më fisnikja, së dyti përmes imitimit, që është më lehta, dhe së treti përmes eksperiencës që është më e hidhura. Vullneti për të fituar, dëshira për të patur sukses, nevoja për të arritur potencialin e plot. Këto janë 3 çelësat që do të hapin derën drejt përsosmërisë personale. Kudo që shkon, shko me zemër. Zgjidh një punë që dashuron dhe nuk do të duhet të punosh as edhe një ditë në jetë. Çdo gjë ka bukurinë e vet, por jo të gjithë e shohin. Është lehtë të urresh dhe e vështirë të duash. Kështu funksionon në gjithë skema e gjërave. Të gjithë gjërat e mira janë të vështira të arrihen dhe gjërat e këqija kapen kollaj. Nuk ka rëndësi se sa ngadalë ecën, sa kohë që nuk ndalon. Lavdia jonë më e madhe qëndron jo në mos të rrëzuarit, por në të ngriturit sa herë që rrëzohemi. Ati që i di të gjitha përgjigjet, me siguri nuk janë bërë të gjitha pyetjet. Unë dëgjoj dhe haroj, unë shoh dhe kujtoj, unë bëj dhe kuptoj. Nëse bën një gabim dhe nuk e korrigjon, po ky quhet gabim. Nëse ajo që do të thuash nuk është më e mirë se heshtja, atëherë mbaje gojën mbyllur. Dituria vërtet është të dish madhësinë e ignorancës tënde. Jeta është vërtet e lehtë, por ne këmbëngulim që ta ndërlikojmë. Mbaj besnikërinë dhe sinqeritetin si parimet kryesore. Suksesi varet nga përgatitja e mëparshme, dhe pa këtë përgatitje e sigurt që do të vijë dështimi. Ai që lëviz malin e fillon duke hequr guralec të vegjël.